programi i Partisë së Lirisë 5 prioritete për 4 milion shqiptar plus është një vizion i qartë për zhvillimin ekonomik, social dhe njerëzor të vendit. Ky program nuk është thjesht një paketë masash, por një kontratë me të ardhmen e Shqipërisë, që vendos në qendër të politikave publike të rinj, familjen, dijen dhe punën. Në thelb të këtij programi qëndron një e vërtet e panegociueshme. Pa arsim nuk ka zhvillim, pa dije nuk ka ekonomi të fortë dhe pa rini të mbështetur nuk ka të ardhme. Por, po aq e rëndësishme është edhe familja, sepse pa çifte të reja, të mbështetura dhe pa kushte për të ndërtuar jetën në Shqipëri, vendi vazhdon të zbrazet. Partia e Lirisë propozon një ndryshim rrënjësor të modelit ekonomik dhe social, duke nisur nga arsimi dhe duke u shtrirë drejt mbështetjes konkrete për të rinjt dhe çiftet e reja. Programi parashikon dyfishimin e buxhetit për arsimin, kërkimin shkencor dhe inovacionin, si dhe investimin në nivelin 5% të prodhimit të brendshëm bruto mbi mesataren e Bashkimit Evropian. Mësuesia trajtohet si dek prioritare kombëtare, me mbështetje financiare dhe profesionale, sepse arsimi cilësor është baza e çdo zhvillimi afatgjat. Paralelisht, ky program vendos për herë të parë familjen dhe çiftet e reja në qendër të politikave shtetërore. Parashikohet mbështetje financiare për nënat pas lindjes, pagesa në masën 70 deri në 100% të pagesës për 2 vite. Trefishimi i bonusit të bebes dhe lehtësira fiskale për familjet me 2 ose më shumë fëmijë. Këto masa nuk janë sociale në kuptimin minimalist, por investim demografik dhe ekonomik. Për çiftet e reja, programi ofron kredi deri në 20.000 euro, ku interesat i paguan shteti, si dhe politika konkrete për strehimin, duke përfshirë ofrimin e banesave sipas modeleve europiane, krijimin e fondit të banesave për çiftet e reja dhe blerjen me kosto të ulët të banesave të pashitura. Për blerjen e shtëpisë parashikohen interesa të subvencionuara dhe ulje e kredisë si numrit të fëmijëve, duke e kthyer strehimin nga problem në mundësi reale. Programi gjithashtu parashikon rimbursime për shpenzime të bazë ushqimore, mbështetje falas me ushqim dhe suplemente gjatë shtazanisë, mbuli të plotë të barnave për nënat dhe fëmijët deri në 1 vit, si dhe garantimin e jetës në çerdhe, kopshte, shkolla dhe ambiente rekreative për çdo fëmijë. Këto masa krijojnë siguri sociale dhe ulin pasigurinë, që sot i shtyn çiftet e reja të heqin dorë nga ndërtimi i jetës në Shqipëri. Ky vizion lidhet drejt për drejt me ekonominë prodhuese, me krijimin e lehtësirave për të rinjt në 30 vjeç. Krijohen kushte reale për punë, si përmarrje dhe karrierë. Mbështetja për startupe, grante deri në 20.000 euro për të rinjt dhe lehtësira fiskale janë mekanizma konkrete për ta kthyer energjinë rinore në vlerë ekonomike. Si sekretare e rinisë në Partinë e Lirisë, jam besim plot se rëndësia që jepet të rinjve dhe çifteve të reja në këtë program është thelbësore. Pa të rinj që punojnë, krijojnë familje dhe qëndrojnë në Shqipëri, nuk ka as zhvillim ekonomik dhe as stabilitet shoqëror. Shqipëria nuk ka mungesë potenciali, as mungesë njerëzish të aftë. Ka mungesë vullneti politik dhe vizioni afatgjat. Programi 5 prioritete për 4 milion shqiptar plus tregon se ky vullnet ekziston dhe se ndryshimi është i mundur, sepse Shqipëria e së nesërmes ndërtohet me njerëz që e duan vendin me mundësi.